Mirëmëngjesi, ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Jemi gati në kuzhinën tonë, në Reze Dielli, gatuajmë receta si çdo ditë për ju, kështu që ja vlen që të qëndroni përpara ekranit për të na ndjekur dhe për të mësuar këto lloj gatimesh që do të sjellim sot. Janë të thjeshta si gjithmonë, të shpejta, dhe natyrisht të traditës tonë. E themi të parën fillimisht, merrem me recetën e parë se kemi shumë produkte. Faktikisht gjithmonë byrek, pite. Pra, unë të kam vendosur patlıcan në brumë. Nuk ka të patlıcanën që i vendosim në galete dhe... Jo, do të kemi tamam byrekun me patlıcan. Po, këndshëm është sepse shtrati i poshtë dhe i sipër është brumë. Do të thot pra patlıcan në brumë. Çfarë më duhet direkt që tani? Patlıcanët që unë i kam vendosur të prerë kubik një herë në ujë. Jo të ftohtë, të vakët me pakës fare krip. Në momentin që lëshohet ajo në ngjyra kafe, unë largoj ujin dhe i vendos direkt në tigan. I kam vendosur në tigan derisa unë të shoh pak atë djersitjen e duhur. Kur them djersitje nuk e them kot ose e kam mësuar përmendësh, sepse aty është ai çasti ideal që unë i mbyll kapakun sërish dhe e vendos në një gradë të lartë. Patjetër kam qepën e grirë, tek qepa e grirë, që do ta shoj pakës fare më vonë, do të shtoj një domate të bërë. Do thoni ju nuk është koha. Keni ato zajret e juaja. Nëse keni vendosur domatet në frigorifer kokër siç janë, atëherë largoheni që në darkë nga frigoriferi dhe lëreni të shkrijë aq orë sa i duhet. Jo ne ta nxitojmë. Normalisht nuk do ta kemi atë zbutjen e duhur tamam, por e kemi të paktën atë treçorekun e zbutjes ne kemi arritur. A keni vënë të hurmat që ne i marrim të pak sa i këpusim, i lajmë, i pastrojmë mirë, i thajmë, sepse gjithçka duhet jetë e tharë një kërënime, dhe më pas të vendosim në ngrirë ose kudo që tjetë. Dhe kur e marrim nga frigoriferi dhe e transportojmë direkt në organizmin tonë, këtë e thash bukur, kjo mallë është i duhur. Me transport. Me transport oreksi. Atëherë, e thash që kam domaten dhe mënyrën e domates, patjetër që kam një spec të kuq, po para se të kem specin e kuq, domaten e bëj pelte. E largoj se nuk më duhet më, mbasi kam mbaruar të gjitha gjërat dhe kam vezët, gjithë që mua më duhet e brumi, pra më duhet mielli, vezët, kripa, piperi, të gjitha këto, gjalpi që është për zënien e brumit, normalisht nuk vendos ujë, do vendos qumësh, pra do ta bëj pak më të dashur për nisjen e javës, dhe normalisht, tek mielli, unë kam vendosur miell misri dhe miell gruri. Pra ai mielli misrit, unë kam vendosur të bardhë. E kam vendosur të bardhë një apo jo? Ja, kjo këtu është. Pra, nuk ka dallim as i kuqi të thosha, po s'është sheqer, nuk është. As i verdhi, as i bardhi dhe as i ballokumave. Se këto tre raste kemi. Atëherë ju vendosni çfarë t'ju doj shpirti, çfarë t'ju doj xhani. Ndërthurja e dy mielljave është se magnifik, shkurt e sapit. Nuk e di, më vjen kjo frëngjishtja pa e kuptuar vetë. Këtu, tek patlıcani, do të shtoj direkt qepën e grirë. Për t'i dhënë, atë çka mua më duhet, do të shtoj edhe domaten pure. Ja. Pse nisa më parë me patlıcanin, sepse dua që masa të jetë e ftohtë. I largoj të gjitha këto këtu. E rëndësishme është që aty në tigan dhe me disë petëve ne të kemi ngjyra. Kur luftojmë për ngjyra, kjo është e gjitha. Të jenë të gjitha të grupuara, me shijen, me vitaminat e tyre. Nëse ju, më falë, të ndërprerja fjalën. Po, çfarë ngjyre i mungon tigani, do të thotë tani. Atëherë, mua më duhet majdanoz. E dim shumë mirë për majdanozin, që të ruhet i freskët, dhe vërtet duhet të jetë i freskët. I vendosim si për një qese, e lëm pak qesen i kemë. Ndikojmë pak nga dritat, në temperatura. Nëse nuk ka ujin e bollshëm, pra nuk duhet jetë deri në gryk fare këtu, duhet jetë një gisht më pak se niveli. Vendosim qesen. Tek qesja, që të qëndrojë të freskëta, bëjmë disa çpime të tilla. Qëndron e duhur. Marrin ajër, po. Marrin ajër, kështu e vendosim në frigorifer. Normalisht, vetëm kur e përdorim heqim qesen dhe sërish ne vendosim qesen. Po, sërish e mbulojmë dhe kemi majdanozin e freskët jeshil
Si ditën që e kemi E blerë, ka të klorofilin e vetë ashtu si duhet. 2 javë shqipon njërë. Po, pa tjetër. Ne do t'ja shtojmë hargjit. Do të shtoj. Thelpit e hudrës. Thelpit e hudrës do t'i pres në disqe, rrethore. 3 thelpi. Dhe normalisht do të shtoj dhe specat e kuq. Do më duhet pak buljon. Tek buljoni perimeve. Buljoni perimeve, të shtojmë majdanozin djathin, kështu që plotësohet Kam vendosur perime, gjethe lakre, brokoli, pjesën e lule lakrës. Kam vendosur ginger, sikurse karafil. Është diçka më e duhur, gjë që unë do ta tregoj sepse duhet gjithmonë dhe jep shumë shije. E ke për gatim tjetër ato apo? Po. Shikojmë gatim supe. Tek qepa kam vendosur gosh karafili. I jep një aromë shumë të mirë. Largon aromat e tjera dhe është më e fuqishme karafili. Ne e dim shumë mirë që tek panxari ne vendosim karafil për të hequr aromën e dheut. Kjo është dhe arsyeja që unë kam vendosur. Dhe tek arsyeja që unë kam vendosur, jam e ku jam, i shtoj. Sa i shtoj? Një garushde. Asgjë më tepër, sepse nuk dua që ta kem llaç. E përziej, shtoj dhe rregullojmë shijen me kripën. Tani ti provoj o shkrip. Shkrip. Këtu. Pakos fare sheqer për aciditetin e domates. Dhe do ta lë. E lëm që të zbutet. Normalisht. Gjatë kohës që ato zbuten, sigurisht edhe majdanozin, edhe për ngjyra dhe për shije, dhe kohët që ato zinë e zëmbrumin më pas. Majdanozin. Dhe derisa zë brumin unë, vërtet janë përthitur të gjitha lëngjet. S'më duhet asgjë. Pra, tu jemi me pjesën e parë të recetës tonë, ndërkohë të plot, sa të bëjmë i gati tani për brumin, e shohim të shkruar recetën për çfarë po përgatisim, ndërkohë po mbuloj edhe gjethet tona të majdanozit. Patlıxhan në brum. Për brumin na duhen 3 kokra vezë, 300 ml qumësht, 300 gram djath i but, 300 gram kos, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaj sot, 150 gram miell gruri, 150 gram miell misri, pak sheqer dhe pak krip. Për brumin që ta nisim tani, ndërsa për mbushjen, gjajp, hudhra, qep, speci kuq, domate, patlıxhan, djath i bardhë dhe 2 lugë gjelle miell misri, sigurisht edhe majdanozin, të cilin ja shtojmë dhe ne ja shtuam tani për ngjyra dhe për shije. Vazhdojmë me zënjen e brumit. Shtuam vezët. Vezët i kam për pak më vonë tek mbushja. Por edhe na duhet edhe për miellin, për brumin, vezë. I largoj, i vendos këtu. Kam miell misri, miell gruri. Krip, sheqer, ku është kripa e sheqeri, pluhur pjekës. Opa. Një përzierje. Bas përzierjes, më duhet veza Ovital. Unë do punoj dhe sqarimet ja jep vetë Androniki. Ti vazhdo puno, se veza na tregon më së miri se çfarë lloj cilësie është nga Ovital për kujdesin që i kushtohet dhe padyshim për kujdesin që ne konsumatorë duhet kemi teksa përzgjedhim produkte që ne konsumojmë në tryezat tona dhe veza Ovital na ofron një produkt tepër cilësor me pula të rritura në natyrë, me ushqimi tyre i duhur për të na sjell omega-3-shin, proteinat, gjithçka që i duhet një veze që të jetë me të gjithë elementet dhe komponentët e saj në mënyrë që ne jo vetëm të gatuajmë, por të ushqemi shëndetshëm. Siç e shihni tani po zëm brumin me
dy llojet e mielrave, vezën, kripën dhe qumshtin. Thjesht sa. Pak fare sheqer, pak fare... Ishte edhe soda këtu? Të gjitha, po. Edhe soda, kripa, të gjitha Sod plurat. ose plur pjekës, ju të shtoni në varësi të tavës që ju keni. Filloj dhe e punoj, tamam si zonjat me dorën e djathtë. Atëherë. Të duhet edhe pak miell. Pa tjetër, po e punoj një herë që është i tillë, sepse është pak më e vështirë që të bashkëtoj mielli i misrit me mielin e grurit në brum për hapje. Po e vërtet është. Gjë që unë prandaj vendos është e pamundur megjithse miell gruri më tepër, pra ju e keni 150 me 150, por më tim banal. mendonte se brumi do vira parfum. Po çfarë ose të vjen andej patlıgjani specat. Që sot të tuti patlıgjani në banera parfum. Po ja, u zu brumi. Po zihet. Do ishte kështu si shkript. Po shtova më tepër, miell gruri. Si është brumi i duhur? Brumi i duhur është, opa, nëse unë do të shtoj, do ta marr pak petë mira, vaj ulliri. E lëm që të punohet pak, dhe ndërkohë ne se duhet të punohet mira, të marri pak në dorës, të lidhet mirë, të ngjeshet mirë, pastaj do ta vendosim në tavë. Ndërkohë ne shkëputemi për mesazhin promocional që vjen nga Prostatol dhe rikthehemi për ta ndërtuar tavën, piten, patlıgjan në brum. Kjo është e duhura faktikisht. Si të doni ju. Është recetë që ka perimet bazë dhe prioritet janë perimet, kështu që rikthehemi shumë shpejt. Vazhdojmë procesin e përgatitjes së patlıgjanëve në brum dhe jo vetëm dhe perimet të tjera, por të ndërtuara në këtë formë, sepse nuk është tipik byrek, duke qenë se kemi bashkuar dy lloje mielrash, edhe atë të grurit edhe të misit, gjithsesi kemi përgatitur një brum të tillë të butë, që do të na japi mundësinë tani ta shtrojmë tek tepsia bashkë me perimet. Sasia e grurit, e miellit të grurit është më e madhe. Është e barabartë. Në zërin e brumit është e barabartë. Më pas, që ta punoj ju në tryez, duhet të shtë prap miell gruri. Po në mas, është 150 me 150. Nëse ju shikoni që nuk zihet, shtoj një miell gruri më tepër. Pra, pikërisht, kjo ishte arsye që e tregojmë që të hapet pak brumi, se do ta shtrojmë në tepsi. Normalisht, duhet të qëndrojnë të dyja. Shiko, derisa të përthithen të gjitha lëngjet. Pastroj pak duart nga mielli, nga brumi. Tani jemi me interesin se si do të jetë mbështjellja, si do të jetë vazhdimi. Pra nuk bëjmë. Të hapet si një pet e vetme, jo me kulaçka. Jo. Thjesht shtojmë miell dhe për të pasur këtë petën e duhur, Ola na i siguron që të kemi rezultatin e duhur. Djedhim një sy mos tahen më shumë se ç'duhet. Ta vendos tu tek ty unë këtë, që t'jetë e njomin me vaj. Kështu në aromat që ka mbushja, të jep atë aromën edhe ndjesinë e turlis, kur ne gatuajmë me perime të ndryshme, të stinës, në ngjyra. Që si ngjit, sepse e tillë duket konsumohet kështu me piruna. Nga prania, siç tham, e miellit të mjeste, duke e punuar vazhdimisht, sa më shumë të punohet, aq më elastik dhe më kollaj është për ta hapur si pet. Patjetër nëse ka tryeza
pjesët e miellit të misrit nuk na ndihmon. Ja pengon për Pra, hapje. prandaj dhe ju thash, tuk është aq e lehtë do vazhdimisht spërkatje me miell. Sepse mielli e krijon që mos të thyhet faktikisht peta. Ai që është edhe baza e tepsisë. Miell në hapje. Edhe themi ngrije kokën e lartë të moj, se na zuri valli. Dhe gati për të përfunduar, se si shumë të madhe po e bën për tepsin që kemi. Apo zure kështu rehat se po hapesh e kollaj? Po të vinte rehat. Dhe thamë sapet bashkë me mielin e misit, po që ja. Shif, thash, tani, bëjt që kësi me lezet i këto këtu, i dua pak me lartë, se është e vështirë, me thënë drejten. Që vështirë sepse këputet. Më regu, është mos e... Që t'i vendosim bushin, apo? Djerës, do të thotë kur Robi punon, djerësit. Po kiles po unë ma si qik. Jo, po, si që të nxjerë djerësët, ashtu i fut gojës që ha pa fund. Zuhet ishte Ola, këtu dhe që t'i bëju, se nuk do bëja kaq brumra, ha? Brumra, ëmbëlsira që ha? Opa! Vezën, shërben, për ta lidhur më mirë, për ta mbajtur më mirë. Piksjen. Shumë pak, shumë pak. Aq pak sa? Si që thamë, se s'duhet të ketë shumë lëngje, sa të merren pak. Shtoj masën e djathit. Kam shuar shumë pak krip, nëse ju e pat. Dhe kur flasim tek djathi, laj dhe duart. Okej, ja, gati e kemi tani për ta shtruar dhe për t'i vendosur petën tjetër të brumit me miell misri dhe miell gruri. Ja. Do t'i shtoj majdanos tjetër? Jo, nuk do t'i shtoj tjetër. Shiko, kaq. Thjesht sa unë të më krijohej ajo në piksje. Kur thoshin gjyshet tona jam me bismillah. Jetë plot këtu e mbushur mirë, e bollshme me mbushjen. E marr lugën se dua ta përzijej vetë. Më tepër mbushje se sa. Po merja një tjetër në sirtar. Ose me dorë. Tani. Do t'ja vendosë Buke parfumin që s'na tregon emrin. Hajde. Mball. Shumë i thjeshtni. Po tani, do ta hapësh dhe pak atë petën tjetër. Hap edhe pak, normalisht do t'i shtoj miell. Pra e bëjmë disi më të lehtë në shije, në rëndes, duke qenë se ka... Dhe të dyja petët nuk janë të trashe, janë petë të... Bëj themra se holla plasa. normale Bëj themra se shif djersa. Dhe pastaj ja lëm vetëm mbushjes. Shija do ta marri nga mbushja. Mbaruam me këtë recetë, e shohim edhe një herë se si ishte e shkruar, me çfarë përbërësi shpërdorëm ne për realizimin e kësaj recete, dhe do ta vendosim për t'u pjekur në 200 gradë apo jo. Vendosi dhe pas gjalpë në fillim. Po, nuk harova fura e para ngrohur në 200 gradë. Dhe, derisa të ngrohet mirë, unë gishtat e mi i bëj pak me gjallë, sepse nuk dua që të vendos të lumshim duar të goce. Ma arno pak tu me gjallë? Prita, të arnojmë pastaj. Okej, e kemi gati për ta pjekur. Besoj se deri në fund të gatimeve të tjera, çfarë kemi për të gatuar më pas?
Qa do bëjmë pasun me lule lakër? Tavën me lule lakër, e gatuajmë pasi të kthemi nga publiciteti. Se tani do të çlodhemi, do sistemojmë pak tryezën dhe pastaj do kthemi për ta vazhduar me... Rikthemi pas reklamave. Është momenti tani të gatuajmë një tjetër recet, është me bazë lule lakrën. Është në sezon, ndaj, na duhet që ta përdorim, ta shfrytëzojmë her pas here. Kombinuar me djath, me gjalp, kry piperi zi, e kemi zier para praktikisht. Opsionale është majdanozi dhe piperi zi, opsionale është të vendoset në tavë, përdoret gatuhet në tigan, në formën e një sallate, thjesht duhet kaurdisja me gjalp. Tek gjalpi. Le të shtoj pak miell. Lëm miellin sa të ketë ato kërcitje. Shtoj, faktikisht duhet jetë e tillë. Me dorë sepse është mos ndahen ato. Do thoni ju, pa tjetër që zjerja është bërë e duhur, por jo dhe e fort që tjetë fare al dente, sepse dua që të marri dhe nxehtësinë. Dhe ja, shtoj gjalpin me aromën, me lule lakrën. Krip për shije. Pa tjetër që kam shtuar krip edhe gjatë zjerjes. Gjatë zjerjes. Aty do marrin pak ngjyrë? Shumë pak, por janë të pabindura, sepse gjalpi dihet që i bën të rëshkitshme. Por, asgjë nuk na tut. Unë të ra. Manë një piruni, që është akoma dhe me e thjesht. Ja. Pra i zjemi, i kaurdisim aty në gjalp, krip piper të zi, pak miell për të trashur atë sasinë e vajit dhe lëngjeve të lule lakrës. Është zjerë diku të 5 minutëshi? Po. Në kam betur për t'i shtuar djathi kackaval, të djathi but, për para se të ndosë kjo, vendosim në një tavë të vogël, sepse ne do t'a pjekim në furr, do t'a vendosim të marrë atë ngjyrën e bukur në furr, edhe pse ky gatim mund të vazhdojë edhe në tigan, Do të shtoj pak... Si ta bëjmë lule lakrën të jetë e preferuar dhe e kërkuar nga ato që ndoshta nuk e konsumojnë, një mënyrë shumë e mirë kjo. Bashkë me kërcejt. Timët dhe kaq pak përbërës për një recet shoqëruese ose një vakt i lehtë. Dhe djathi kackaval ose ulala. E vendosim sa të shkri pak, të mpikset dhe e lidh mirë strukturën e në pjesën e sipërme, shikoni në pjesën e sipërme të rezistencës. Ndërkohë kemi vendosur edhe tavën tjetër me patlıxhan në brum që e gatuam në pjesën e parë. Dy recetat kanë përfunduar një përsëritje të lule lakrës me pak përbërës, edhe pse dihet që se çfarë përmban ajo, lule lakër me gjalp, një lule lakër 500 gramshe, 2 gota ujë për ta zier, 2 lugë kafeje gjalp, krip dhe bim aromatike siç ishte majdanozi. Shtojini edhe djath, ne shtuam djath kackaval lufra. Kalojmë tek receta e fundit për sot. Kemi kështu të shpejta, thjeshta. Të njëjtin tigan. Aty kemi gjalpin. Tek gjalpi
Shtoj pakës fare ku e lashun vajin. E kemi fshehur këtë. Vaj nuk e kemi fshehur, por Androniki më ka thënë larg nxehtësisë. Edhe ja. Po se çdo ditë e kemi aty afër. I madhi mëson dhe nga i vogli. Kaq më duhet ndyra. E lë këtu. Do të shtoj qepën. Bëra një shuarje të nxehtësisë me vajin. Qepën e grirë imët. Po gatuem çfarë tani? Kemi sup trahanan. Sup trahanan me krem të bardhë. Aty një kikuje më jep pak. Që të tregojmë këtë herë si e përgatitëm ne trahanan. Pra, ndiqeni deri në fund se kemi sjell disa mënyra për përgatitjen e trahanas. Masa e qumshit. Një gotë qumësht. Shtoj. Pluhur, hudhre. Shtoj. Kripën. Një mas kripe këtu dhe një mas kripe në tigan. Do të shtoj një të verdh, jo një të verdhëze, po një vezë të plot. I largoj. Shtoj pakës fare piper. Të gjitha këto i kalojmë në... Ka çdo grim këtu, kemi gjë tjetër. Një prekje. Ola! Që të t'ja hedhim në fund. Ja dola! Pra, një gotë qumësh, një vezë, krip piper i zi, pluhur hudhre dhe një prekje me miell. Të vendosim pak. Tani, qepën e ka urdisin. Do t'ja shtojmë në fund fare. Normalisht, aja, thash, i bëra i zmet. Të zbutet mirë që të mos ndihet në shije, qepa, mos jetë shumë al dente. Prandaj dhe kam bulionin me perime. Pra kripa, pakuja po bulionin. Derisa zverdhet. Do të shtoj masën e trahanas. Që e ka urdis, ose të cilën e ka urdis. Derisa... Mire kishe me që. Se nuk është emër përveçëm. Me që faktikisht e një gjuletërsin mirë. Pra ku kemi emër të përveçëm, do themi të cilën. E zbusim dhe e pjekim pak. Sa, derisa të përthithen lëngjet e qepës. Pra të dali e thatë dhe të jetë ajo shkoputja e dur, shiko, nga tigani. Do ta lë pak sa të tillë. Se na hyn në punë shisa tona, aroma, pamja, shija. Opa, filloj dhe e përzjej deri sa të kem atë masën, por normalisht edhe zjerjen e duhur, se s'mund ta heqim duke pasur aromën e miellit. Po, se ndjet ajo është ashpër, ka shijesh, ndjet ajo thartira që ka vetë trahanaja, kështu që ta lëm të zbuten. Duhet që trahanaja të jetë e tillë, pa perime. Pra, kjo trahanaja e zënë me qumësht. Tjetë e ëmbël, sepse kalon në salcë të bardhë. Salcën e kemi përgatitur këtu me qumësht. Kam dhe pakës qumësht, se s'kam se ta qoj dëm. E largoj. E lëm që të zgjej. Kemi dhe djath aty të bardhë, të shtojmë dhe djath? Nuk të ta shtoj më djathin e më pas kur unë të kem. Pra kemi shumë llojshmëri trahanash që ne mund t'i gatuajmë, pra pa fund. Pa fund. Ka mënyra, po e përfshim në supa, gatuajmë me krema të tillë. Supë me trahana, por është tepër dietike. Pra, njerëzit që duan të shikojnë kalorit, kjo është e duhura. Dhe pak majdanos tjetër? Ja, nuk është se ka majdanos kjo, po
përthyerjen e kremit të bardh. Një kema ashtu atë të lutem? Në momentin tani që t'i shtojmë kremin, i ka brenda qumësh, vezë, e lumt dora, kripi pepa galet. Kush i shkon? I shkon piperi i bardh ose piperi jeshil? Faktikisht piperi jeshil. Që është pjekja e mesme. Normalisht siç kemi lulelakrën që kërkon në pjekjen e mesme, lulelakrën e heqim sepse nuk ka nevojë të marrë as sipërfaqe, thjesht shihet Petën tjetër, tavën tjetër, të dyja i mora. Ja, patlıcan në pet, perime në pet dhe lulelakër me gjallë. Aromat janë shumë ndjellëse nga të dyja. Ja të marrë dhe një pjatë. Nga ky byreku i veçantë me 2 lloj mielrash, misri dhe gruri, mbushur plot me perime, kryeson patlıxhani, pastaj me lulelakrën të zier pak dhe të kaluar në gjallë dhe me djath në furrë. Kemi edhe tranan që ta servirim tani për ju, duke i dhënë fund gatimeve për sot. Shiko sa kremoze që është? Ja. Një trahana kremoze. Po çdo javë do të bëj nga një trahana të ndryshme. Super. Gjalpin e ka, nuk kam nevojë të shtoj as gjalp, as gjë, sepse përderisa ne flasim për kalorit, nuk mund të shtoj më tepër. Nëse unë do kisha dhjamushk do të shtoja. Do thoni ju e bërë më të rëndë. Në bazë të stinës, organizmi kërkon edhe produktet që janë në bazë të stinës. Bëjmë atë servirjen si që duhet. Trana kremoze me krem të bardhë, që ishte me pak qumësht, vezën, kripën piperin e zi, pak galet për ta forcuar, dhe ja tek e keni sigurisht që konsumohet e ngrohtë. Pak majdanos, kemi ka urdisur qepërën të parën, mos e harroni. Per. Dhe po doni dhe pak djath. Pak fare djath të bardhë. Kjo është tavolina jonë për sot, por dhe ju mund ta keni nëse i referoheni YouTube-it, do t'jetë në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, na bëni subscribe, klikoni aty për më shumë receta, janë me video dhe me mënyrën e përgatitjes. Të lumshin duar. Faleminderit. Shihemi nesër me të tjera receta dhe bashkë pas fleshit informativ. Lele kacurele, mbaruam për sot. Mbaruam për sot, jemi gati për pjesën tjetër të bisedave. Ju pres pas fleshit. Mirë se erdhët në Reze Dielli, kemi të ftuar 2 artistë, ata janë artistë jo vetëm në skenë, por janë pjesë e një familje, Tezja dhe Nipi, të cilët kanë një bashkëpunim shumë të bukur me njëri tjetrin, kanë karriera të cilat i lidhin me njëri tjetrin dashurinë që kanë për muzikën popullore. Klevisin e kemi patur dhe në panelin ton të vitit të ri, por me Tezën e tij Linda Velaj, do të kemi mundësi të shohim këtë dyshe fantastike për marrëdhënien e tyre, jo vetëm si lidhje familjare Tezja dhe Nipi, por edhe në jetën e tyre në skenë, në dasma evente ku janë të ftuar. Kënaqësi që erdhët, mirë se në gjetët në këtu, ishte një ftesë e bërë për Klevisin edhe komo për para, dhe kënaqësi që erdhi dita që bashkë me Tezën të jeni në një studio televizive për të ndarë së bashku këtë eksperiencë të bukur. Gjithashtu dhe për ne. Bas kaq kohësh ishte një kënaqësi shumë e madhe të ndaja jo vetëm skenën siç e ndajmë në përditshmëri, por edhe studion me Tezën. Unë ta kam thënë një fjalë kur ishim në mbrëmjet festive që unë jam pjesë e familjes tashmë dhe sa herë të dëshironi për projekte të reja do na gjeni këto. E kemi ftesën, edhe ti e ke ftesën. Ndërkohë, do doja që ta nisnim pak me një ser të shkurtër që ju tregon pikërisht fillimet tuaja. Pra, këngën e parë ku Klevisi ka qenë dhe më i vogël, tani është 2 metra djalë, edhe Rilinda që e ka marrë me vete në skenë për t'i dhënë si duket dorën e parë të kësaj karriere që besoj do t'jetë e gjatë dhe suksesshme për Klevisin. Pse po qeshje kur po e ndiqe veten aq të vogël?
me flok të gjata. Për çfarë vitesh bëhet fjalë kur keni debutuar? Në 2017. 2017. Ky ka qenë dhe bashkëpunimi i parë. Levisi ka qenë 5 vjeç aty. Si të duket vetja kur e shef? Sa jam plak. Sa e rritur dhe artistikisht apo përveç kur e shikoj aty një bion të bukur, them ose jam plakur unë ose na ka plakur profesioni. Të them të drejtën, më vjen mirë që mbas kaq kohësh unë jam përsëri me tezën time, sepse ndonjëherë kur secili artist e ka bumin e vet dhe ja ka shkruar i madh i Zot. Por ndonjëherë e harron, unë pak të ne quaj bukën e vjetër, e harron pikërisht djepin kur ti i rritur në mënyrë artistike. Unë që i vogël që jam rritur me grupin polifonik të gjyshit tonë, që është dhe presidenti i grupit Zëri Trebeshinës, dhe që i vogël më merr te tezja gjyshi dhe unë jam rritur me këngët e bukura lapshe, polifonike. Dhe tani e shoh veten dhe them jam kënaqësi që jam me përsëri bashkë. Lida, ndërkohë ti e mendove, e kishe menduar që ky bashkëpunim i parë me Klevisin në atë moshë do të zgjaste kaq shumë, do të ishit përsëri në skenë edhe pas kaq vitesh? Duke parë talentin e Klevisit edhe ndër vite, ne kishim pak a shumë të trashëguar këtë gjë dhe kemi qenë dhe në emisione të tjera, kur Klevisi ka qenë 5 vjeç, dhe kemi thënë që ne do ta trashëgojmë këtë gjë. Dhe vërtet, po do ta trashëgojmë dhe po e trashëgojmë brez pas brezi. Ndërkohë tani të kanë etiketuar si këngëtarja e ëmbël përmetare. Vetë ke filluar të këndosh në moshën 9 vjeçare, apo jo? Më përshkruaj pak karrierën deri tani, rrugtimin tënd artistik. Që tek debutimi yt i parë, më pas vazhduan çmimet, vazhduan albumet. Që në fillim kam kënduar në moshën, siç e the dhe ti, në Pallat Pionerëve, pastaj kam shkuar te Tivlen me grupin Zëri Trebeshinës. Menduam që mbas Zëri Trebeshinës të bënim 2 albume, njëri pas tjetrit. Kënga Buj që ka qenë kënga Nusja me Vjerrën, që ka marrë dhe shumë klikime. Më pas, duke hecur dhe Klevisi u rrit, dhe neve menduam që të shkonim dhe tek Tivlen, ta promovonim Klevisin nëpërmjet grupit ton. Ashtu siç unë dola nëpërmjet një grupi polifonik, ashtu doli dhe Klevisi te Tivlen, ku shkuam deri në gjysmëfinale. Pastaj shkuam dhe në finale. Çmimin e parë nuk e morëm, por e rëndësishme është që festivali im unë isha në finalet, pak nga kalova testës. Jeni në garë kështu dhe është e vështirë apo më e thjeshtë dhe në një familje, po edhe në skenë apo në gara evente që merrni pjesë? Jemi në garë për më të mirën. Jemi egoistë të dy për më të mirën. Nuk mund të jem unë egoist që dalun sipër dhe tezja dali poshtë, apo nuk mund të jetë egoiste që tezja dali sipër dhe unë poshtë. Neve jemi për një qëllim të përbashkët. Qoftë koncert, të nxjerrim veten tonë me atmosferë fantastike, qoftë edhe dasëm që tjetri të krenohet me ne, sepse nga një event mund të dalin shumë evente të tjera në qoftë se punon me pastërti, qoftë se punon me egoizëm apo me shpirt ligësi që jo për t'i gjykuar, po disa prej sërës son e bëjnë, atëherë nuk mund të kesh as mbarësi. Kemi këtë të mirë bashkë që nuk mërzitemi dhe sikur t'i themi defektet e njëri tjetrit, nuk mërzitemi. Ka shumë defekte Klevisi? Klevisi është në më të mirën e tij në kohën që është. Në më të mirën e tij në moshën dhe në moshën dhe në kohën që është. Nga ajo videoja e fundit që tek ngjyra e flokëve, modeli i rritur, i pjekur, po zëri nuk të ka ndryshuar, zëri plot, pompoz. Të them të drejtën, ka qenë një ndryshim i shpejt që duhet të pyes pak dashurinë e tës time, maman time. Sa ajo mi di me data me gjë, kur kam prerë flokët për herë të parë, kur kam vendosur mjekër për herë të parë, domethënë është një ndryshim dhe një evolim shumë i shpejtë, sepse unë atë vit nuk kam qenë 5 vjeç teze, kam qenë Po, kam qenë më i rritur, por kur shoh ato që unë kam qenë për festivalet e Perform Festit me producenten Zana Çelën, me Robert Radojën, me Kastrio Tushën, me Emra Kollos, kur shikoja veten që, siç ju e dini, sepse edhe kemi folur që unë isha me salcice, kremvice, pastice 4 vjeç, kur e shikoj veten aty, them sa që ngam rritur dhe jam krenar për veten, por nuk them kaq jam unë. Unë jam në synim gjithmonë të më të mirës. Kemi një shprehje do me thënë, nesimi më të mirët, po më të mirë se ne nuk ka. Ndërkohë, duke ju referuar albumeve që Rilinda ka nxjerr
deri më tani në treg 2 të tilla apo jo, nga 12 kanë secila dhe bashkëpunimet janë me emra të njohur të artit, Adrian Hila, poeti Indiera Gimdoçi, si kanë qenë këto bashkëpunime, më trego pak. Këngët që në fillim ka jam munduar që të bëj më të mirë dhe më të zgjedh emrat më të mirë sepse doja që karriera ime të ishte në maj. Pastaj a ka gjëra të mira, gjëra të këqija, gjithmonë ka, sepse normalisht në karrierë kështu është, një herë mirë, një herë keq, po jam munduar që të gjej më të mirën. Atë kam munduar t'i them dhe Klevisit që të jetë sa më lart duke u bashkëpunuar me njerëzit më të mirë që janë të momentit. Se sa do arrim që jep vazhdimisht në rrugtimin e tij? I them gjithmonë. I merr përballës se duke qenë mosha dhe më dëgjon. Vetbesimi tani në këtë moshë, në kulmin e karrierës. Dëgjoj. Ju këndoni gjithmonë bashkë? Domethënë në çdo event jeni të dy? Në shumicën e vendeve po. Por nuk përjashtohet që edhe Klevisi ka angazhimet e veta, koncertet e veta, unë të mia. Si e zgjidhni repertorin për këto evente? Kush vendos për kë dhe për çfarë? Atëherë unë sado tezja ime ka një super karrierë që ka dalë në kohën kur artistët zgjidheshin vërtet dhe pëlqeheshin vërtet. Dhe jo nga like-et dhe. Bravo, sepse sot fama është bërë po shave diku në një platform, ama po bërë një skandal në një platform, wow, ky është i famshëm, le të bëj 200 horrolliqe, mjafton që një këngë që nxjerr ai, okay, duket super perfekt. Gjë që neve nuk na ngjit. Paktën flasim për kohën e tezës. Nëse unë po jetoj në këtë kohë që sapo e përmenda tani. Për pjesën e repertorit, unë jam munduar që repertorin tim ta shtri jug, veri, Shqipëri mesme, greqisht, slavisht. Ka një repertor prej 5000 lloj këngësh. Dhe tezën, domethënë, sepse unë përpos vendeve që shkoj me tezën, jam dhe në për lounge, që jam edhe vetëm dhe në për restorante. Varet se si na i kërkojnë dëshira, por më shumë na kanë parë, domethënë, Klevisi dhe Rilinda Velaj, që janë tezën nip, sepse shkojmë, sepse jemi gjithmonë një trup i vetëm. Po i hoqe një krah, apo po i hoqe një pjesë trupe, prapë nuk është në 100% që ne vetë. Dhe të them të drejtë repertorin, me thënë drejtën e vendos unë, për pjesën se si do trajtohet vendi. Por që kemi dhe një orkestër fantastike, që unë i përshëndes, dhe do me thënë, na korrigjojnë në çdo gjë që bëjnë, sepse shpeshherë neve na rrëmben edhe momenti. Të paktën unë për veten time, më rrëmben atmosfera dhe më ruajnë artistikisht përballë një performance. Unë jam më spontane sepse kam vite dhe nuk më bën shumë përshtypje. Kurse Klevisi mundohet që t'jetë spontan, në fakt është, por që ato kornizat e dasmave, eventet duhet kënë edhe pak frek, kurse Klevisi kur del çlirohet i gjithë dhe e merr me shumë sportivitet. Ndihet më mirë, ashtu është vetvetja. Mua më thonë shpeshherë, jo për ta mburur veten, po përmendë Klevisin, ke përmendur atmosferë. Sepse unë e kam dhe parimet e mia që në fund njerëzit për ato kanë dëshirë dhe për ato ju ftojnë për atmosferën edhe për në fund të ditës nuk më intereson vlera monetare siç bëjnë shumë, më më intereson ajo duart trokitje që mbas vallës duart trokasin don okay, ky që nga e kanë ngritur në peshk. Kto më interesojnë sepse japin vërtet vlera. Kemi një moment, ndoshta jo nga ato brillantet, sepse ka shumë të tilla, nga ftesat në për evente të ndryshme tuaja, performancat e të dyve dhe jo vetëm. Kështu që do doja që ta sillte për publikun një moment të Rilindës edhe të Klevisit në një nga ftesat apo dasmat ku keni performuar, kështu që edhe ne na sillni pak atmosferë këtu në studio. Regjia ka gati. Më thoni pak se ti Klevis këndon veri jug, gjitha trevat i përmende. Do një histori të veçantë në për dasmat ku keni marrë pjesë, kush është më qefli veriu jugu, kush sheth më shumë para në për dasma, në një histori që ju ka mbetur në mendje, çfarë ndodh para dhe pas, këto duam të dimë në publiku, përveç atmosferës që ju krijoni. Po ka shumë momente të bukura, momentin që fillon Klevisi,
këndon ato që do, pastaj futem unë, edhe normalisht njerëzit kënaqen. Ke haturbetje ti përse kam radhën unë tani? Jo, nuk ndodh mes nesh, jo. S'ka problem, vazhdo ti unë çlodhem. Jo, Biles Klevisi ka një gjë që ditë filloj, por nuk ditë pushoj dhe unë i them Klevis ç'plodhu, se je me mua, kur ti je me këngëtar të tjerë, okay, nxirre vetë, kurse me mua nuk ka problem. Sepse Klevisi ka një gjë që kur fillon të këndoj, domethënë ne jep gjithë talentin e tij. Bën shumë atmosferë. Është egoizëm pozitiv, sepse unë, domethënë, na që përfshihem, futem jo në 100%, por në 1000% në atmosferës, ka atë lloj stepjen, sepse unë nuk dua të dukem mbi të tjerët. Unë thjesht e jap atë dhe në fund ditës ajo ishte pjesa e atmosferës që unë jap, domethënë. Edhe nuk është një atmosferë që unë e mbaj për gjysore, më falni, nuk është atmosferë që unë e mbaj për 1 orë, por mund bëhet sa ka dasma, 8 orë, 10 orë, sa të jetë. Domethënë unë nuk e kam atë konceptin e lodhjes. Po. Për para, ku shet më shumë për dasma? Po këto nuk i tregojnë. Në një episod. Këto nuk tregohen para. Një histori të jashtëzakonshme. Kush Veriu Jugu e tregojmë ne? Okay. Kush janë Veriurët apo Jugorët më dorë lëshuar? Se pas e për shifra e Diklevisi, se sa i kanë hedhur bakshish, si ndani bakshishet ju rilinda me njëri tjetër? Ne ndajmë të gjithë bashkë, do më thënë si që jemi orkestër, po, të gjithë bashkë. Duhet se po bën që tregojmë sekretet e profesionit. Nuk ka xhelozi Klevisi, përse unë lodha më shumë, këndova gjithë. Jo, në një grup mendoj që bashkëpunimi është gjëja kryesore dhe nuk ka të bëj kjo se kush lodhet më shumë apo më pak, thjesht duhet të jesh koherent në gjithë. Pse? Sepse unë lodhem. Tezja lodhet. Po më falë, muzikën kush po ta bën? As po ta bën orkestra? Kush po të mban të? Sado, organisti mund të lodhi gishtat. Klarinetisti mund të lodhi gishtat e frymën, por ata janë muzika. Por pa ne nuk bëjnë dot sepse neve kemi zërin. Pa ne nuk bëjnë dot sepse ne kemi zërin. Po na u ngjyr zërin e mos e dhën Zoti. Nuk kemi për dasmën, nuk kemi për dasmën nesër. Mes të dasmës dhe para një dasme apo eventi të kesh ngjyrje zëri dhe ta kesh anulluar? Jo. Dë shqyqyrë Zotit deri tani kemi qenë shumë mirë. Mund të kenë ndodhur që nga mesi apo nga fundit mos jem në 100% tim, mos jem në lartësinë e dur, edhe falenderojmë organistin ton Zoti Argin Xhemalin që vlen për të përmendur, ai na përdor dhe na bën zërin e dytë, tercin, kuartin, që neve dhe sikur ti jemi pak më të lodhur, flasim na fundi, që ti ke shpenzuar, ke bërë, le të themi, odën e burrave të Veriut me Hajredin, apo ke bë Jugun, se unë kam dhe diçka, na që duhet bë një atmosferë që ose e dëgjuat tek videoja, disa analistë të muzikës mund ta dallojnë, unë vajta në notën e tezës time. Se unë notën time optimale e kam notë tjetër, ndërsa unë shkoj në notën e asaj që prapë mos të bie ritmi i gjës, të jetë vetëm për atmosferë. Dhe unë e kam pak më tepër këtë problemin e veshjes të zërit në afundi, por që prapë për ditës tjetër jam, ndërsa tezja nuk e ka fare. Për ato atmosferat e dasmave nuk më tregove gjë. Çfarë ndodh dhe se kemi parë video me shifra maramendse që hidhen në përdasma, mbulohen dasmorët. Jam bërë një përshkrim që ta kem parasysh kur të martohen. Jugu ka tjetër qasje, Veriu po ashtu, Shqipëria mesme po ashtu. Varet se si janë në dasma kryesisht apo në koncerte. Sepse në koncerte i ke gjithë bashkë. Edhe kur këndon shpeshherë në muzikat live thonë, hedhin më shumë e thonë më përshëndet pak çunat e X vendit, çunat e Y vendit. Më kupton? Do me thënë Veriu për shembull, me aq sa kemi pasur rastin të shkojmë, të merrem në për koncerte në për vende, hedhin më shumë tek sofra. Tek Hajredin Pasha, te Dot Tahiri, te Qori Lazi, te Lezi Sufi. Do me thënë, në këngë të sofrës, po normalisht se këtu rri gjithë burimi, po. Ndërsa Jugu, do me thënë, janë dhe vallet specifike, apo janë vende specifike kryesisht ku hedhin. Në përdasma është tjetër gjë, ndërsa në koncerte hedhin atje. Po Tirana është Tiranë. Është jona. Do me thënë, e kanë atë pjedashsin dhe e kanë atë hedhin e paras. Jo për të hedhur para, po na bëj një sofër tani këtu, siç jemi. Rezedielli.
Ndoshta nuk është në formën më të mirë se është erët, është paradite dhe zëri ndoshta nuk ka marrë akoma ato notat e Hey, o kush e pa to zemrën prej guri, o do ta iri, o more ta irë gjuri. Sot po e knojmë, o një kong një të rimi, djale prej pecajve duka i gjinit, qyshiri, o para qlirimi të dul koqak, djalo plerethimit, lojtar topit e njoft Evropa për barot, e ka njoft bota. Lina, po në ambientet tuaja familjare, kush është më i ngazëllyeri për të krijuar atmosferën, apo Klevisi është më shumë për këto ftesat jashtë familjes? Jo, ne dhe i mbulon mirë edhe ambientet tuaja. Dhe vitin e ri dhe festat familjare blidhemi dhe ja marrim me iso. Kështu që në familjen tonë nuk këndoni të gjithë, keni dhe antarë të tjerë që janë patjetër. Pas këngës dhe muzikës po. Ndërkohë Zëri Trebeshinës është krijuar ky grup nga babai juaj, ai kujdeset edhe për veshjet e grupit. Sa vite ka dhe si që kur kam dalë unë në skenë, babi është munduar që të krijoj grupin Zëri Trebeshinës, gjithashtu dhe veshjet i ka bërë ai. Është pothuaj çelësi kryesor i çdo gjëje, sepse neve në eventet që shkonim, unë babin e kam pas gjithmonë me vete. Tani ndryshojnë gjërat, unë jam rritur, Klevisi është me mua dhe është krah Klevisi tani. Tani keni menduar që ky rrugtim do jetë i të dyve. Nuk mendoni se një ditë karriera juaj do të ndahet dhe Klevisi do vazhdoj rrugën e vet, Linda rrugën e vet. Do këndoni bashk. Patjetër. Shqyr Zotit kemi dalë bashk. Do me thënë gjithë e cili e ka hapin kush më shumë e kush më pak, por nësa ka mundësi tezja është me mua, nësa ka mundësi unë jam me tezën. Sepse ka dhe një problem shumë të vogël. Për shumë marim rastin, unë jam iftuar në 2 maj, jam iftuar në Bologna, për shqivet e Bolognës, që realisht i vlerësoj, i respektoj dhe i përshëndes, që jam me disa këngëtarë të mirë njohur, dhe ata kam përzgjedhur mua. Nesër pas nesër dikush që mund shkoj jashtë përzgjedh tezën, siç ka përzgjedhur kur ka qenë tezja për shembull në Australi, po kam qenë më i vogël, domethënë gjithë secili veçohet për diçka, por kryesisht ne jemi tentuar që nëse më është bërë një ofertë, unë them jam me tezën, dhe nëse i është bërë një ofertë, tezës është me Klevisi. Për te këtij bashkëpunimi, Klevis, për te jetës artistike, ndarjes së skenës bashk, si është të kesh një teze? Në fakt, Klevisi ka 2. Ke 2? Po me njërën këndon. Si është të kesh 2 teza? Akoma më bekim, akoma. Tezja është dashuri më vete, se ka aromë nëne. Besoj se jam i qartë. Ndërkohë, kam vëre në çdo ftesë që ke marrë pjesë në studio televizive, pavarësisht se sot ke ardhur me tezën në studio, prapa kamerave është dikush, janë 2 sy që të shohin çdo detaj, që kujdesen për qëndrimin tënd, për mënyrën se si do qasesh. Të vjen mamaja shpesh edhe në skena të tjera? Dhe të thotë mos të vi, unë e marr se s'bën, nuk ka shanse mos të mamaja ime. Jam nga s'mona i gocë, më ka mamana. Deri kundër në mamaja. Jo, të them drejtën, jo për ta mburur se kush ka nëna ka botën, dhe kur këndoj shpesher këngë për nënën them kush i ka t'i gëzoj, kush nuk i ka t'i kujtoj. Unë të paktën kur jam me nënën time, na që kam më të re, shpesher thonë dhe pjesë marsit, jo, e ke lënë djalin pa martuar, se ma bëjnë motër, ma bëjnë shoqe, ma bëjnë grua. Qa ti them, ndani? Regjia, nëse mundet, mund ta kapi mamin e Klevisit duke xhiruar, filmuar, duke parë në dritë të syrit, mos u largo. Jeni 3 motra, apo jo? Po. Ke një përmbesa të tjerë përveç Klevisit? Kemi 2 vajza, mbesa dhe një nip tjetër. Si janë marrëdhëniet mes kushërinjve? Ky është më artisti, më... Jo, kemi dhe djalin tjetër, i cili është balerin, Denis Duro. Të gjithë në botën e artit. Po, kurse vajzat akoma si kemi dhe një rrugë
Unë e kam futur pak motrën në këtë lloj fryme, sepse ka qef prezantimin, ka qef aktrimin, ka qef muzikën, sepse ka shumë zë, gjë që e vlerësoj. Por jam si ai vllai i madh në thënjëse për t'i thënë që kujdes mos se ka një zë aq brillant sa që realisht e vlerësoj, por nuk dua që ajo ta prishi, ta ngjyri, ta dëmtoj që tani. Është e lehtë të mbjetosh në një treg që ka konkurrencë, që ka anën komerciale, mund ta di për shembull, a jeni të kënaqur nga shpërblimi, nga vlerësimi monetar që merrnin për performancat, ftesat tuaja, çfarë duhet bërë? Që më mirë se monetari është kur ty të do publiku, në momentin që ty të vlerëson publiku, të jep ato komentet, se tani është edhe janë rrjetet sociale, siç tha dhe Klevisi, në kohën time nuk është se kishte aq komente. Ishte vetëm YouTube-i për YouTube, po. Kurse tani ke Instagram, TikTok, Facebook dhe kur merr ato komentet pozitive, domethënë mbushesh shpirtërisht dhe është më mirë të marrësh vlerësim se sa lek monetar, sepse lekët sot i ke nesër. Në rastin tim dikush që mund ta ndjejë këtë bisedë do thotë që po sot ana monetare është shumë e rëndësishme, patjetër për një artist, ka të bëjë ajo, absolutisht, unë nuk është se vë poshtë lekun dhe them, por ka të bëj shumë kur njerëzit të vlerësojnë nga gjitha anët e botës. Ndodh diçka shumë e lezetshme. Unë i kam thënë gjithmonë tezës time, okej, leku ka rëndësinë e vet, paraja ka rëndësinë e vet, por mua më intereson më tepër data. Më intereson termi i punës që unë kam, sepse marrim rastin e tillë, unë janar, shkurt, mars, dhjetor, janar, shkurt, mars, unë kam qenë full. Do me thënë, mi kanë zënë me muaj për para. Dhe marsin, për shumë, nuk isha datë fare të lirë, vetëm tezja e di se çfarë bëja në 2 orë gjumë për 2 ditë, do me të kam qenë katastrofë. Do të thotë, ne nuk e shikojmë paran si një gjë, wow. Se shpeshherë ndodhin dhe për këta, kjo ndodh për disa artistë, për disa rank artistësh që këndojnë, mund t'i shikosh me pazar, marrim rastin 500 euro, dhe sa shikojnë që bën një këngë, e kërkojnë 2 veta, ta çojnë 2000 euro. Po më fal, 1500 euro nga si rritë ti, si justifikohen ti. Nuk jemi munduar t'i bijem gjërave me to, po të marrë çdo pronar, çdo zot shtëpie, çdo person që ta pyesësh në lidhje me pazaret e Klevisit dhe Rilindës, do me thënë dhe të orkestrës, se ne kemi dhe fonin ton, do me thënë jemi të kompletuar, është një line-up super i fuqishëm. Dhe tani, po të pyesësh dikë që thua që është më shumë, asnjëherë, do me thënë, jemi... Faleminderit për sinqeritetin. Ne pas publicitetit do të zhvillojmë një mini quiz të vogël, teze nip apo jo, kështu që bëhemi gati, rikthehemi pas pak. Rikthehemi me Rilinda dhe Klevisin, bëjmë disa pyetje të shpejta tani në minutat e fundit. Kush haron më shpesh tekstet e këngëve? Unë. I lutem kamerën mbani të dy që të kuptojmë përgjigjen, ndyshen përballë, pra Rilinda i haron më shpesh. Kush merr më shumë komplimente nga fansat? Të dy. Nuk e ndajmë. Të dy. Kush vonohet më shumë në përprova apo evente? Klevisi. Ky tavani shumë edhe sot Klevisi u vonua. Klevisi gjithmonë. Kush ka më shumë nerva gjatë regjistrimeve të gjata? Edhe unë, nuk është se... Ore, nerva dërri, kam unë leret që do të kjo dhe shi. Tani... Më i përkëdhelur në familje? Klevisi. Jo. Kush merr më shumë vëmendje në rrjetet sociale? Të dy kemi të njëjtin viralitet. Kush më shumë e kush më pak në postime, por të dy e kemi. Kush është më i rrept kur dëgjon një këngë të re të tjetrit? Kritik do e të thoja. Kritik. Po, e kemi ashpërsuar vetë në Klevisi. A keni ashpërsuar. Kemi dhe në arsyet tonë. Po them për Ilindën duke qenë se ka më shumë eksperiencë unë. Në familjen tuaj, kush këndon më shpesh dhe pasken? Pasken? Gjyshi? Gjyshi. Kush është më humorist në prapasken? Klevisi. Ke bërë ndonjë nga këto bumë? Do një shaka që e kujtoni dhe sot, po si të thash si e bëra, në ma tregosh? Unë jam shumë spontan, kur jam
në evente, dhe po kërcente një person, një klient, që unë nuk e njifja me thënë drejtën, për ishte po që unë djerës, po unë kam pra përsëri mamaja ime mbana ato PC-at për më shirë mua djersët, edhe unë nuk kujtova vetën time dhe tu i fshi djersët. Te zjatë, që bënë, more, që bënë? Po, jemi për knajsi këtë. Del nga situata, gjithmonë Klevisi e ka këtë. Nëse do i dedikoj një këngë njëri tjetrit, cila do t'ishte ajo? Rilinda, Klevisi dhe Klevisi, Rilinda. Jam mirie, jam beqar, nuk kam borgje për të lar, e kam zëmrën si prejar, lindur rritur në skrapar. Bravo. Unë ja dedikova tani të Ka dalë për me ti, po na bënë sejr, o more guri moj gjeva ir. Me që jeni duke kënduar këngë që dedikoni njëri tjetrit, tani dua që Klevisi të imitoj Rilindën me zërin e saj të ëmbël, se kot nuk e ka marrë dhe titullin e vetë këngëtarja më ëmbël përmetare, dhe e kundërta Rilinda do imitoj Klevisin në nga këto performancat tuaja. Jo, në performanca ka diçka që Rilinda e ka një komunikim shumë statik, do me thënë nuk ka një pik ku mund të imitor, sepse është le të themi një këngëtare që është shumë në kornizat e sakta. Zërin edhe Kjo, do me thënë, po të them vetëm qik në prova ku Klevisi vonohet. O Klevis, ku i e Klevis? Klevis po të thot për të kënduar. Për të kënduar. Për të kënduar... O në mëngjes pa, këthira mira, do takonim me barinë. Lëre, e vazhdo Rilinda. Ato potentët gjallë. Forcoj të trash pak zërin. Te pelena generale. Nuk e ti mirë patos. Edhe po më shutrum. Po se tha e ka këtu, ka qa bën, i del këtu. Mirë, falemderit shumë. U knaqëm që uftuam edhe që zhvilluam këtë bisedë, shumë suksese në rrugtimin tuaj artistik, edhe mos u ndafshi kur, qofshi kështu gjithmonë. Falemderit ju për ftesën, ishte kënaqësi. Dhe nuk do t'ju lë pa kënduar përsëri. Nuk do ta mbyllim pa një dyshe kështu a kapelot të gjithë. Ta dëgjojmë. E cullu feja pëndë, korbi moj derdhore lëshuaro. Cullu feja pëndë, korbi moj derdhore lëshuaro. Jaman se ma do gjegjana moj dlashe pa martuaro. O si s'më thove moj një natë, o moj vashe bukuro. Si s'më thire moj një natë, o moj vashe bukuro. Aman se ma do gjegjana moj vashe pa martuaro. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Je lumt. Mirupafshim, kalofshi bukur.